Sot në Prizren është nënshkruar kontrata mes Soka Albania dhe Soka Kosova, duke bërë që vendi ynë të bëhet pjesë e Federatës Ndërkombëtare të Sokas. Ky sport, i njohur ndryshe edhe si futbolli i vogël apo kalqeto, po fiton gjithnjë me shumë popularitet në mbar botën. Pas këtij antarësimi, pritet që së shpejti të formohet edhe ekipi kombëtar i Kosovës në Soka, i cili do të marrë pjesë në kampionatin evropian të Sokas, që do të mbahet këtë vit në Shqipëri. Soka Kosova do t'jetë për herë të parë, do t'jetë ekipi më i ri, po themi, i familjes madhe të Soka International Federation dhe patjetër do t'jetë pjesëmarrëse në kampionatin evropian që do të zhvillohet në Tiranë. Me dëshirën e madhe dhe me dashamirësinë shumë të madhe që do doja nga zemra të falenderojsha të gjithë djemtë që janë këtu. Kosova si vjet do t'jetë për herë të parë pjesëmarrëse në këtë aktivitet, si me një turne, me një ligë në shtetin e saj, po ashtu dhe në kampionatin evropian dhe pse jo dhe në kampionatet botërore. Ky hap shënon një mundësitë e re për futbollin kosovar, duke i dhënë lojtarëve tanë shansin të përfaqësojnë vendin në një are ndërkombëtare të këtij sporti dinamik e atraktiv. Po ashtu është pareditur që së shpejti do të organizohet edhe Liga Shtetërore e Sokas, ku do të marrin pjesë skuadrat e ndryshme nga gjithë Kosova. Fituesi i kësaj lige do të ketë privilegjin të përfaqësojë vendin në garat ndërkombëtare. Në këtë ligë nuk do të ketë mundësi të marrin pjesë lojtarë profesionistë të futbollit, por do të karojnë lojtarë të rinj, duke i dhënë hapësirë talenteve të reja të shfaqin aftësitë e tyre. Aktualisht ne kemi një aktivitet i cili është në Tiranë për pjesën e Sokës, e cila quhet futbolli 5x5. Do të mundohemi të bëjmë të njëjtën përzgjedhje siç është bërë në Shqipëri dhe në pjesën e Kosovës, duke seleksionuar ekipe nga biznese, ekipe që kanë dëshirë të luajnë futboll, do mundohemi të ofrojmë sa më shumë njerëz që të rinë, po themi, jashtë rrugës dhe të afrohen sportit. Ajo që ne do të bëjmë, që do të jetë ekskluziviteti jonë, do të jetë patjetër dëshira e madhe jona, siç është Shqipëria, që kemi mbështetjen kryesore të presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit, zotit Armand Duka, po ashtu do të kërkojmë dhe bashkëpunimin kryesor nga Federata Kosovare e Futbollit me zotin Agim Ademi, dhe kjo do të jetë një kërkesë jona për të arritur dhe për të zhvilluar këtë sport. Të gjithë luajnë mini futbollin, të gjithë luajnë kalqeton, dhe pse jo ne do t'i japim mundësinë ta luajnë në mënyrë të organizuar, dhe pse jo të gjithë këto ekipe të përfaqësojnë Kosovën në kompeticione si Champions Liga apo dhe aktivitete tjera. Kështu që kryesorja është zhvillimi i një turneu që do të nisi, me çka kam diskutuar dhe me djem do të nisi në Prizren dhe do të vazhdojë gjerësisht në gjithë Kosovën. Kuptojmë edhe një gjë, siç e tha Jurgeni, është një mini futboll, mirë po që nuk ndeshet me instancat e larta profesionale. Kjo do të jetë një ligë amatere, futboll amater. Dhe futbollistët që janë profesional, absolutisht nuk kanë të drejtë të jenë pjesë e këtij kompeticioni. Gjithashtu unë njoftua se së shpejti do të zhvillohet edhe një ndeshje miqësore mes Kosovës dhe Shqipërisë, e cila pritet të sjellë emocione të veçanta për sportdashësit dhe të forcojë lidhjet sportive mes këtyre dy vendeve. Suksese na shkojnë. Okej, faleminderit për krajën tuaj, që besojmë që edhe në të ardhmen do ta kemi bashkëpunimin patjetër si dy shtete ndara por një kom. Për mua kënaqësi e madhe të jem një ndër themeluesit e Soka Kosovës, së bashku me Skënderin edhe me Blerimin edhe Enisin, në bashkëpunim me Jurgenin. Kështu që shpresojmë me bashkëpunim të sinqert edhe sa më të gjatë. Suksese!